Tani zotë Mori, çfarë është kontrata e lobimit PD, sa para do të paguen dhe kush i paguan, sa më shkurt, ju jeni njeriu, unë ju kam thirrur sepse jeni njeriu që e keni publikuar i pari këtë moment, këtë vendim. Është një kontratë e cila gjurmën e parë shkresore e ka në datën 30 mars, në një letër këmbim, po themi, mes kompanisë Continental Strategic dhe zoti Nureddin Seci, i cili aty del si përfaqësues i një fondacioni shqiptar Make Albania Great Again, dhe më pas është firmosur në datën 4 prill edhe nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka. Kontrata është e tillë. Partia Demokratike në rolin e klientit ka kontaktuar përmes ati që i thot fondacioni Make Albania Great Again, një fondacion shqiptaro-amerikan, një kompani lobimi të quajtur Continental Strategy, e cila është apo zotrohet nga njerëz që janë shumë afër presidentit Trump, kundrejt një pagese mujore prej $250,000, me qëllim që kompania e lobimit të loboj pranë qeverisë amerikane dhe pranë Kongresit Amerikan në emër të partisë dhe për llogari të Partisë Demokratike. Në aspektin financiar, afati i kontratës është 2 vjeçar, por brenda kontratës ka një klauzol e cila thotë se në rast se e njëra nga palët dëshiron, mund ta ndërpres kontratën pas 3 muajsh. Pra, paguen 3 muajt e parë paguen që në momentin e nënshkrimit të kontratës, pra $750,000 janë paguar nga Partia Demokratike ndërkohë, por ndërkohë, nëse Partia Demokratike do ta ndërpres kontratën pas 3 muajsh nga momenti i nënshkrimit të saj, njofton pas 60 ditësh kompaninë që unë dhe kontrata ndërpritet. Ndërpritet për 3 muaj dhe mbetet kjo shumë e paguar. Tani cilat janë shërbimet që kompania do të ofrojë? Sigurisht që kjo është një kontratë përmes të cilës Partia Demokratike kërkon akses në Washington, në majën e pushtetit të shtetit amerikan, në majën e hierarkisë së shtetit amerikan, në qeverinë amerikane dhe në shtëpinë e bardhë. Për shkak se kjo kompani që do lobon një klasë është e lidhur me presidentin Trump. Shumë ngushtë, të gjitha ata njerëz janë pjesë e rrethit ngushtë të Donald Trump. Është avokati i tij, është vajza e shefes së tij të fushatës dhe tani është shefe e kabinetit vet, dhe ish shefi i shtabit të sekretarit të shtetit Marco Rubio. Marco Rubio. Po. Dhe një nga shërbimet e para sipas kontratës që kompania e lobimit ka ofruar për llogaritë Partisë Demokratike ka qenë krijimi një kontakti telefonik me Dan Holler, i cili është sekretari apo shefi i kabinetit të sekretarit Rubio. Pra, kontakti i parë ka qenë me sekretarin e Departamentit të Shtetit, i cili sigurisht është njeriu që ndjek politikën e jashtme në qeverinë amerikane. Kjo është përmbledhjas thelbi i kontratës dhe sigurisht që këto janë kontrata të cilat kjo nuk është kontrata e parë që bëhet nga një parti politike shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, potencialisht është më madhja e bërë ndonjëherë, sepse nëse do të ezaurohej për gjitha fatin e vet 2 vjeçar, sigurisht që do të ishte një shumë për $6 milion që bën atë praktikisht kontratën më të madhe, por ne nuk mund ta themi dot këtë që do jetë 100%, që do jetë 6 milion me 100%, sepse ka koha realizimit është 2 vjet. Koha realizimit është 2 vjet, por gjithmonë është instrumenti i ndërprerjes parakohet nga secila palë me vullnetin e tyre. Atëherë, nëse mundet të regjiem ndihmon me avokat Dacin, pastaj me Klod Lalën dhe sidomos me Arlind Qiorin, që do të jetë një pjesë të ne. Me avokatin jemi në lidhje? Jo. Atëherë bëjni zë avokatit që të filloj gradualisht të paraqitet, sepse do jetë në momentet e para dhe unë do kem punë më pas me studion, me njerëz që kanë ftuar këtu, por kërkoj ndihmë nga pjesa tjetër e jashtme, që ndryn,
Dhe jam i qartë pse e kërkoj këtë gjë. Është një jurist në këtë rastin konkret dhe nëse s'paku ka bën ndonjë lëvizje deri sot që do të ma sjell Klodiana Lala. Nëse e kemi Lalën atëre, ajo tha do të paraqitet shumë shpejt, ma paraqit në lidhje. E kemi apo jo? Eshte? Jo, 1 minutë. Do dhe 1 minutë. E po mirë? Do dhe 1 minutë. Okej. Kush më spjegon nga ju më tani, çfarë është fondacioni që është përdorur në SBA dhe mbi të gjitha njeriu Nureddin Seçi që e ka firmosur. Nureddini është një alpinist, dëgjova unë, që ka ngjitur malet e kështu, dhe del ai që ka firmosur këtë kontratë. Nuk e ka firmosur kontratën Partia Demokratike. Jo, Partia Demokratike ka firmosur. Ju përgatituni edhe një herë të bëj shenjë stafit që të njerëzit e ftuar të jenë në momentet e para të emisionit dhe më pas ata përfundojnë me mua dhe largohen. Por më duhen në fillim, jo në fund. Pra, më bëni shenjë kush është. Arlind Qori. Arlind, faleminderit. A je mirë? Mirë mbrëma, ju. Mirë mbrëma. Ju u bët me dije për këtë problem? E mora vesh nga rrjetet sociale. Shiko, shumë njerëz nuk Arlind të në thira ty, sepse shumë njerëz nuk duan të flasin. Më kupton? Ti zakonisht... Po kushet ti kanë gjëra për të fshehur ndoshta? Zakonisht ti nuk përton të flasësh për këto, për gjitha llojet e gjërave, dhe kjo është arsyeja që të kam thirrur. Çfarë mendon për këtë? Partia Demokratike në mënyrë të hapur, ta themi këtë rast, se para në mënyrë të mbyllur e kështu bën pazare gjithandej të pafundme, por në mënyrë të hapur, legale, ka bërë një kontratë $6 milion, do me thënë për të lobuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës në një studio shumë të rëndësishme, që është studio që ka ndihmuar avokatisë Donald Trumpit, presidentit sotëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju si e mendoni këtë moment? Tani këtu ka disa probleme. Pikë pari unë mendoj që lobingu, sidomos lobingu me para, nuk është fare i shëndetshëm për demokracinë. Është një mënyrë e gërryerjes dhe korruptimit të demokracisë në vendet e zhvilluara, lere më në vende si Shqipëria. Unë besoj të një politik ku partitë politike marrin mbështetje autentike nga qytetarët dhe përfaqësojnë besnikërisht interesat e tyre. Problemi i dytë ka të bëjë me shumën jashtëzakonisht madhe të parave, $6 milion mos gaboj, dhe çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë i lind pyetja, ku gjenden këto para? Kush janë këta donator bujar që japin një partie politike në Shqipëri $6 milion për të bërë lobing. Edhe sikur këta donator të jenë qytetar pa probleme me ligjin, mua prapë më duket se donacionet të tilla më tepër shërbejnë për të blerë vullnetin edhe aksionin e ardhshëm të partive politike, sesa për të bërë politikë të shëndetshme.